Mirë, rikëthem për diskutuar pak për inteligjencën, për atë që njihet IQ. Tani, unë dua që të kem edhe një sqarim mirëfilli se çfarë është IQ-ja, po besoj që do rrjedh edhe gjatë bisedës dhe në material. Është ky koeficienti që është i rëndësishëm për treguar si është vendosja e popullatës tonë. Shqipëria me sa duket ka një progres ose një lëvizje. Jemi tashmë në vendin e 19 për sa i përket IQ-s. Azia ose disa vende nga Azia po shija që kishin një renditje shumë të lartë të IQ-s. Unë do shkoj tek materiali, që na njeh pak me këtë renditjen edhe se sa ka qenë numri i personave të cilët janë pyetur në këtë botën tonë. Dhe më pas do ta diskutoj direkt me të ftuarit, të cilët edhe më kanë ardhur për t'i prezantuar më pas. Jo, mund të vazhdosh ende Irena me celularin. Do shkoj direkt tek materiali dhe rikthehem pas pak me të ftuarit. Sipas të dhënave më të fundit të renditjes së mesatarës së nivelit të inteligjencës IQ për vitin 2026, Shqipëria ka shënuar një përmirësim të dukshëm duke arritur një mesatare prej 101 pikësh, që e vendos shtetin tonë në vendin e 19 globalisht. Ky rezultat përfaqëson një rritje prej 3.81 pikësh krahasuar me mesataren e vitit të kaluar, e cila ishte 97.19. Renditja është publikuar në faqen International IQ Test, e cila paraqet grafik mbi zhvillimin e aftësive intelektive prej vitit 2018, fal platformave që zotron. Në rastin e Shqipërisë, pjesëmarrësit në anketë kanë qenë 456 dhe ata mesatarisht kanë reflektuar IQ në nivelin e 101 pikëve. Ky studim u realizua përgjatë vitit 2025 dhe u bë publik vetëm pak ditë më parë. Shqipëria renditet pas vendeve si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar, duke treguar një performancë të qëndrueshme krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe Europës. Ky progres i dukshëm mund të lidhet me investimet në arsimin e lartë dhe zhvillimin e kapaciteteve kognitive të popullsisë, sipas ekspertëve të fushës. Renditja globale për 2026 tregon se vendet me IQ-n më të lartë janë Koreja e Jugut, 106.97, Kina me 106.48 dhe Japonia me 106.3. Shqipëria duke u pozicionuar në vendin e 19, ka kaluar Zvicrën, Italinë dhe Greqinë duke treguar një trend pozitiv krahasuar me vitet e kaluara. Ky rezultat vendos Shqipërinë në hartën globale të vendeve me performancë të lartë mendore dhe tregon një trend inkurajues për zhvillimin e burimeve njerëzore në vend. Në kuadër të dhënave të publikuara, vendet e tjera të rajonit si Serbia kanë arritur të marrin 99.83 pikë dhe Maqedonia e Veriut ka arritur të marrë 98.88 pikë, duke u renditur më poshtë se vendi ynë. Mirë, do ke mundësin që të flasë me Gevio Tabakun, mirë se vjen, drejtuese dhe i portalit studentor, Irena Myzeqari, pedagoge komunikimi, mirë se vjen Irena, knajsi. Pam pak të renditjen tonë të IQ-s. Tani, çfarë klasifikon një IQ? Po e nisim pak bashk, Irena. Nuk e di, në kjo IQ-ja, çfarë na tregon në të vërtet? Se sa inteligjent jemi në përditshmërinë tonë, se sa inteligjent jemi në raport me studimin, se sa inteligjent jemi... Është shumë e rëndësishme. Kur më erdhi ftesa për të diskutuar në lidhje me temën, hyra me një herë në Google dhe po kërkoja shpërndarjen e artikullit. Pra ku është publikuar dhe ajo që vura re tek artikujt në Shqipëri është nuk është se citoni ashtu siç bëhet edhe ju se nga cila platformë. Më pas i gjeta platformën, u futa tek platforma për të parë cilat ishin kriteret me cilat ishte bërë studimi, metodologjia. Ajo çfarë ne kemi në këtë moment, kemi disa të dhëna. Por, kur flasim për kërkime shkencore të mirëqëna dhe të cilat flasim për koncepte kaq të rëndësishme siç është inteligjenca. Se njerëzit janë sensitiv kur vjen puna te inteligjenca. Absolutisht, është një narrativë sensitive. Imagjinoj ti je i fundit. Duhet të kemi shumë kujdes sepse kjo platformë e cila merret me testime na jep neve të dhëna, nuk ishim pak, pra janë 400 e disa, gati 500 individ. Po të cilët kanë vajtur dhe kanë bërë këtë test në mënyrë, si të thuash, me vullnet të lirë, pra këtu ne na shtrohen shumë pyetja, kush ka qenë sample i kërkimor, si është bërë metodologjia e gjetjes dhe mbi të gjitha, vetë testi, sepse unë e bëra dhe testi, po nuk i shkova deri në fund se djali im i vogël po më kërkonte dhe nuk e mora vesh se sa inteligjente me sipas IQ së madjes atje. Dhe ajo që shikoja që natyra e pyetjeve ishin shumë
ishin shumë monolite në sensin një drejtimshë, ndërkohë koncepti inteligjencës për dalë tek pyetja që ju thatë, është shumë më i gjerë, është shumë më kompleks, është më i shtrirë në realitetin social dhe lidhet me nivelin tonë emocional, me konstruktin ose le themi me shtratin antropologjik ku jemi rritur e kështu me radhë. Pra, kur ne flasim për inteligencën, nuk është kaq e lehtë thjesht ta ndash se çfarë bën një individ inteligjent. Jo vetëm mund të jenë shumë element, por vetë inteligjenca është konstrukt kognitiv i cili lidhet me shumë elemente të qenies sonë. Ndaj, një definicion i prerë, si të thuash, me thik, nuk në këtë platformë, le të themi, duket sikur nuk paraqet realitetin. Dhe ajo që u përshikoja ishte një ushtrim perfekt për studentët e mi të medias dhe gazetarisë, sepse nëse ti u jep studentëve këtë artikull dhe u thua debunk, pra shkatërrojeni në thonjza këtë lajm dhe shtroni pyetje të dura, bëni fact checking për këtë lajm. Dhe pyetja më e rëndësishme që unë do doja që studentët e mi të bënin është çfarë, do me thënë, a ka rëndësi që jemi ne në top 20? Sepse kjo pastaj jep uj në gjuhën popullore disa narrativave pak më populiste, sepse lidhe me koncepte të Jo, mund të krijojë kjo dhe një lloj superioriteti. Ti thot për shembull shqiptari Gjorgjanit, se unë jam më i zgjuar se ty. Shiko, ideja është ne jemi të zgjuar, ne jemi një popull që vërtet kemi treguar. Jo bazuar. Ose ndoshta ne jemi një popull që dim të mbjetojmë mirë. Jo, oke, kjo do të na çonte në të tjera narrativa, dhe unë do të kisha. Por unë, si pedagoge prej 16 vitesh, mund të vërtetoj dhe mund të dëshmoj që vërtet ka student të artikuluar, që studiojnë me prirje të jashtëzakonshme, por inteligjenca nuk është e izoluar. Mirë, që ta përfshirë Gevio dhe më pas e zgjerojmë bisedën bashkërisht. Gevio, ti vetë si e ke parë këtë studimin? Mua patjetër mu bë qefi, dhe është një lajm i bukur. Duar trëkitur. Po është, më bëhet qefi, do më thëmë për këtë rezultat. Më ndihmoni pak regjia edhe me renditjen nëse na ndalon diku renditjat. Kemi gjithë renditjen e plot që të bëjmë edhe nga një koment. Por do më thënë, nëse doni të flasim për inteligjencën ose këto testet e IQ-s po themi, si koncept, unë bie shumë dakord me ju, pra ato nuk janë përfaqësuese të realitetit po themi, sepse inteligjenca e lartë, edhe sikur të jetë vërtet ky rezultat, nuk është të tjeni përparësit madhe në jetën e përditshme dhe në kushtet socio-ekonomike që ne kemi në këtë shekull ku jetojmë. Ndoshta disa shekuj më parë, po, sot jo. Por në kontekstin e kësaj, unë mendoj që të paktën për studentët që unë mund të flasë, pasi dhe punoj me ta. Ajo që unë mund të them për studentët të paktën është që unë jam shumë krenar që studentët shqiptarë janë kështu si që janë, sepse janë shumë të mirë. Do më thënë, unë ditë bëj dhe diferencën se kam studiuar dhe jashtë vendit për i periudhë të shkurtër. Kur krahasoj, do më thënë, studentin shqiptar me studentin e një vendi tjetër të Amerikës në rastin tim, nuk kam parë një diferencë të madhe, do më thënë, tek fakti që ata janë Amerikanë dhe këta janë shqiptarë. Për mendimin tim dhe studentët shqiptarë janë shumë të mirë. Por, unë mendoj që kanë merit... Ne jemi shumë të mirë me cilësinë e studentit të huaj. Pra, këtë po them, si student janë të shkëlqyer, do më thënë, të marrësh një student shqiptar. Shikoni sa raste kemi në botë njerëzve të suksesshëm që kanë dalë nga bankat e shkollës dhe të Shqipërisë. Kemi Mira Muratin për shembull, që po sjell një revolucion, ka dalë nga bankat e shkollës nga qyteti Vlorës. Ke shumë artistë me famë botrore, Dua Lipa, Bebe Rexha, ke sportistë, Majlinda Kelmendi, cilët janë shkolluar, po themi, në Shqipëri dhe kanë shkuar jashtë dhe kanë korrur sukses. Po sa biznesmen keni ju për shembull në Itali, në Greqi, në Gjermani që janë biznesi që janë krijuar nga shqiptarë. Pra në këtë kuptim them që ai rezultati aty ndoshta nuk është 100% real, por ne shqiptarët kemi një kështu brum më të shumë afër ne me Shtetet Bashkuara të Amerikës. USA të 18-tët, ne të 19-tët. Po. Po ka diçka që shumë rëndësishme edhe në vimat e që ju thatë. Është për të lavdëruar dhe për të marrë, le të themi, për të duar trokitur fakti që ne dëshmojmë me atë sample që kemi, që duhet kuptojmë pra rreth 500, pra tregojmë, le të themi, rezultate të kënaqshme. Por ama ajo që neve duhet na vërë në, le të themi, në mendim dhe në reflektim në gjërë, është cili është në mënyrë sistemike, apo prodhojmë ne, pra çfarë ofrojmë neve këtyre studentëve. Jam shumë dakord me atë që thoni ju, që një student i Shqipërisë
shkon në të njëjtat banka, me studentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ata le të themi futen në një garë, por ajo që bën dallim ndjeshëm është qasja sistemike që ne kemi ndaj edukimit, networket, mundësit, akseset e librarit ndërkombëtare. Pra, të gjitha këto tregojnë që dija nuk është inteligjencë e lindur apo është inteligjencë e fituar rrugës? Sipas natyrës që kishte testi, nëse shikojmë, testi është shumë i ngushtë në atë që kërkon, pra është shumë konstrukt shumë i ngushtë, pra nuk nëse do ta ndajmë 80 me 20, po them. Po është pa tjetër që inteligencë e lindur. E para nuk e dim se kush janë ata që kanë bërë testin. Më kuptoni pra se dhe mosha. S'ka strukturë. Sepse kjo do shumë e rëndësishme. Po të shohësh numrin, mua më bëri përshtypje diçka. Ne kemi 456 persona, po të tjerët janë mbi 3000. Përveç se Slovenisë edhe Kipros, të gjithë të tjerët i ke 22.000 ke Shtetet e Bashkuara, 7.000 ke Bielorusin, 7.000 persona United Kingdom, pra mbretërin e Britanin, ke Kanadan me 7.600, pra... është shumë e rëndësishme të kuptojmë diçka, ajo shifër aty, neve nuk na tregon dallimet gjinore, që janë të rëndësishme, nuk na tregon dallimet moshore, nuk na dallon janë marrë në zonat rurale apo urbane, pra të gjitha këto janë indikatorë të cilët na ndihmojnë ta dekodojmë këtë gjë. Sepse neve nuk mund ta do i bënim një... Pse varet inteligjenca edhe te këto element? Po, patjetër, sepse ti është aksesi në informacion. Unë jam shumë... Pra nuk është vetëm e lindur. Jo, absolutisht. Është dhe e zhvilluar. Patjetër, studime se në bje të bëjmë njërë leksioni tani. Jo, nuk edhe gjuha, prandaj po them, nëse edhe gjuha, ka një momentum që thot nëse ne deri në 2 vjeç nuk shfaqemi, ekspozojmë ndaj gjuhës, ne nuk mësojmë të flasim. Që do të thotë dhe inteligjenca zhvillohet me lethim me ngacmimet që ne marrim nga konteksti, historia, mjedisi ku jetojmë. Por ama, kjo e dhënë aty ne, ajo shifër, na duhet ta ndajmë, ta fact check, dhe pastaj ne të kuptojmë që okej, këta kanë qenë shqiptar të gjinisë mashkullore, jetojnë në këtë janë të kësaj moshe shumë në një moment tjetër. Nëse ne kemi një grup studentësh kaq të mirë, pra se ju jeni në përditshmëri me studentët, cila është e keqa brenda studentëve tanë? Pra cili është ai element i cili nuk është fort, po marr rastin, këshillimi i karrierës. A bëjnë studentët tanë gjithmonë profesionin që duan? Krahasuar me ata cilët janë jashtë. A bëjnë, pra, si mund t'ja nxjerrim ne atyre potencialin më të mirë? Pra, ku çedojmë ne që t'i nxjerrim potencialin më të mirë këtyre studentëve? Atëherë, Flori, këtu dalim një çështje që mua më ka shqetësuar gjithmonë në jetën time pedagogjike. Ne i kemi inteligent dhe vërtet i kemi të tillë. I kemi të jashtëzakonshëm. Por duhet të kuptojmë që ne jemi të jashtëzakonshëm dhe të mrekullueshëm dhe të limituar ndonjëherë brenda atij konteksti që ne kemi. Ne student, të cilët shqiptarët flasin disa gjuhë. Gjuhë e kemi, po sepse është konteksti në të cilin Shqipëria është që e ka zhvilluar këtë gjë. Por ama studimet tregojnë që të flasësh më shumë se sa 2 gjuhë është zhvillim. Problemi, ajo që unë shoh tek studentët sot është që përkundrejt këshillimit të karrierës, të cilët jo gjithmonë e kërkojnë, ato marrë një këshillim indirekt që vjen nga tregu, që do thotë çfarë është suksesi i tanishëm momental. Nëse ka një gjë që i karakterizon studentët e sotëm, është të cilëtash janë të mrekullueshëm, shumë të fokusuar tek qëllimet që kanë, është se gjithmonë zgjedhin ose priren të shkojnë deri atyre profesioneve të cilat u sigurojnë suksesin e shpejt, sidomos ekonomik. Në këtë moment neve kemi disa profesione tilla që lidhen kryesisht me teknologjinë, lidhen dhe me të gjithë fashën që përkufizon mjekësia, por ndërkohë dhe në fushën time tek fusha e medias dhe komunikimit, ajo që unë shoh më shumë studentët kur mbarojnë specializime dhe dalin në punë, shumica atyre janë shumë pak pedagog, apo shumë pak vazhdojnë të bëjnë gazetarin, dhe kanë gjetur një treg që po lulëzon që është menaxhimi i rrjeteve sociale dhe pra le themi çfarë ndodh online. Call center i ri, po themi. Në një farm formë ose marketingu aty, që do të thotë, pra është kthyer si një call center i ri sepse ka mas. Pikërisht. Ka dhe kërkesë, sepse dhe buron të ardhura, por kjo tregon që ne ndër këta student, flas për ata që studiojnë media dhe komunikim, mund të kem
gazetar genial apo studiues genial të komunikimit, por tregu u imponon atyre në thonjza që të vazhdojnë të rrugën e shkurtër, që u siguron lek shpejt, pavarësisht ata din që pas 5 vitesh ky trend që është tani dhe ky hov nuk do të ekzistojë më. Ndaj, unë ju falenderoj shumë që ju gjetët një temë e cila ngacmon, por që hap dhe buron tema, absolutisht, por që ngacmon shumë elementet të tjera që ne duhet i studiojmë, sidomos për të rinjtë të sotëm, të cilët të dëgjuarit kështu, thonë, shikon një im inteligjent, për sa ankojnë ju prej nesh? Ndërkohë, kur ti e fillon edhe i bën fact check pra këtyre informacioneve që ka... Edhe pse mund t'jenë inteligjent e thash, nuk është të sjell ndonjë përparësi në terma real. Kurse për këtë pjesën tjetër, unë nuk është se shoh ndonjë problem të madh me faktin që dikush studion për një profesion që nxjerr më shpejt në treg ose që është i kërkuar nga tregu, se në fund ditës gjithë e bëjnë shkollën për të ardhura më të larta, gjithë e bëjnë shkollën që kur të mbaroj shkolla, nuk e bëjnë njerëzit shkollën vetëm për të thënë që kam shkollë. E bëjnë që ky kualifikim që marrin, t'i shërbej në rrogë, t'i shërbej në eksperiencë, t'i shërbej në... Që ta nxjerrë në tregun e punës shumë shpejt. Se gjithë tek asaj rrogën do shohim. Jam shumë dakord, do më lejosh vetëm diçka. Se të gjithë duhet të nxjerrim pedagog, Irena. Se edhe pedagog të nxjerrim kaq shumë pedagog për të thënë vërtetën. Jo. Ky është tregu, nuk kupton, është dhe globale situata. Pra, nuk mund të thuash sot që ky është një, për shembull, dyndja drejt IT-s nuk është një fenomen shqiptar. Është një fenomen global, se aty është kërkesa, domethënë, nuk e çaj bën. Mund të jap disa të dhëna, për shembull, nga një vizitë që kam bërë vitin e shkuar në Grady School of Communication në Georgia, dhe pedagogët e shkencave të komunikimit ishin përballë këtij trendi që sapo ju thatë, ama pyetja e madhe që po ngriheshe është apo ngrihesh a do t'i drejtohemi ne sërish humaniteteve, pra ata të parit shkollës si një vend ku ne formësohemi, pra nuk e shohim thjesht për të marrë një rrogë dhe për të nxjerrë sa para, sepse shkolla është shumë shumë se sa. Shkolla është shumë se aq. Dhe unë këtë gjë dua ta lësh si mesazh, sepse shkolla është shumë shumë se sa thjesht dalja në tregun e punës dhe fitimit i disa parave. Gevio, një koment të fundit që në këndvështrimin tënd ka më shumë nevojë tek komuniteti studentor? Unë mendoj që studentët duhet, shiko, kur je student do kesh përparësi, o do bësh shkollën dhe do i dedikohesh dhe do marrësh notat mira dhe njëra tjetra, ose pasaj do sakrifikosh, do bësh dhe punë dhe shkollë dhe njëra do sakrifikohet, më kupton, po i sugjeroj studentëve që e kuptoj që ndoshta nuk munden të punojnë vazhdimisht kur janë student, po të paktën të angazhohen, do më thënë, u them, jini aktiv me shoqërinë civile, jini aktiv me trajnime, me evente, me internshipe. Pra që kemi një rini pak më aktive në shoqëri. Kjo është e rëndësishme. Këtë do doja. Ju falenderoj shumë që bëm këtë bisedë bashkë. Kënaqësi që folëm pak për inteligjencën në Shqipëri, po mos e merrni të mirëqen. Në pikpyetje. Do të shkojmë në pak sekonda publicitet, pas pak do rikthehemi përsëri bashkë. Qëndroni aty. Mirë, rikthehem për diskutuar pak për inteligjencën, për atë që njihet IQ. Tani, unë dua që të kem edhe një sqarim mirëfilli se çfarë është IQ-ja, po besoj që do rrjedh edhe gjatë bisedës dhe në material. Është ky koeficienti që është i rëndësishëm për treguar si është vendosja e popullatës tonë. Shqipëria me sa duket ka një progres ose një lëvizje. Jemi tashmë në vendin e 19 për sa i përket IQ-s. Azia ose disa vende nga Azia po shija që kishin një renditje shumë të lartë të IQ-s. Unë do shkoj tek materiali, që na njeh pak me këtë renditjen edhe se sa ka qenë numri i personave të cilët janë pyetur në këtë botën tonë. Dhe më pas do ta diskutoj direkt me të ftuarit, të cilët edhe më kanë ardhur për t'i prezantuar më pas. Jo, mund të vazhdosh ende Irena me celularin. Do shkoj direkt tek materiali dhe rikthehem pas pak me të ftuarit. Sipas të dhënave më të fundit të renditjes së mesatarës së nivelit të inteligjencës IQ për vitin 2026, Shqipëria ka shënuar një përmirësim të dukshëm duke arritur një mesatare prej 101 pikësh, që e vendos shtetin tonë në vendin e 19 globalisht. Ky rezultat përfaqëson një rritje prej 3.81 pikësh krahasuar me mesatarën e vitit të kaluar, e cila ishte 97.19. Renditja është publikuar në faqen International IQ Test, e cila paraqet grafik mbi zhvillimin e aftësive intelektive prej vitit 2018, fal platformave që zotron. Në rastin e Shqipërisë, pjesëmarrësit në anketë kanë qenë 456 dhe ata mesatarisht kanë reflektuar IQ në nivelin e 101 pikëve.
Ky studim u realizua për gjatë vitit 2025 dhe u bë publik vetëm pak ditë më parë. Shqipëria renditet pas vendeve si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar, duke treguar një performancë të qëndrueshme krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe Europës. Ky progres i dukshëm mund të lidhet me investimet në arsimin e lartë dhe zhvillimin e kapaciteteve kognitive të popullsisë, sipas ekspertëve të fushës. Renditja globale për 2026 tregon se vendet me IQ-n më të lartë janë Koreja e Jugut, 106.97, Kina me 106.48 dhe Japonia me 106.3. Shqipëria duke u pozicionuar në vendin e 19, ka kaluar Zvicrën, Italinë dhe Greqinë duke treguar një trend pozitiv krahasuar me vitet e kaluara. Ky rezultat vendos Shqipërinë në hartën globale të vendeve me performancë të lartë mendore dhe tregon një trend inkurajues për zhvillimin e burimeve njerëzore në vend. Në kuadër të të dhënave të publikuara, vendet e tjera të rajonit si Serbia kanë arritur të marrin 99.83 pikë dhe Maqedonia e Veriut ka arritur të marrë 98.88 pikë, duke u renditur më poshtë se vendi ynë. Mirë, do kem mundësin që të flasë me Gevio Tabakun, mirë se vjen, drejtuese dhe i portalit studentor, Irena Myzeqari, pedagoge komunikimi, mirë se vjen Irena, knajsi, pam pak të renditjen ton të IQ-s. Tani, çfarë klasifikon një IQ? Po e nisim pak bashk, Irena. Nuk e di, në kjo IQ-ja, çfarë na tregon në të vërtet? Se sa inteligent jemi në përditshmërinë tonë, se sa inteligent jemi në raport me studimin, se sa inteligent jemi... Është shumë e rëndësishme. Kur më erdhi ftesa për të diskutuar në lidhje me temën, hyra me një herë në Google dhe po kërkoja shpërndarjen e artikullit. Pra ku është publikuar dhe ajo që vura re tek artikujt në Shqipëri nuk është se citoni ashtu siç bëhet edhe ju se nga cila platformë. Më pas e gjeta platformën, u futa tek platforma për të parë cilat ishin kriteret me cilat ishte bërë studimi, metodologjia. Ajo çfarë ne kemi në këtë moment, kemi disa të dhëna. Por, kur flasim për kërkime shkencore të mirëqëna dhe të cilat flasim për koncepte kaq të rëndësishme siç është inteligjenca. Se njerëzit janë sensitiv kur vjen puna te inteligjenca. Absolutisht, është një narrativë sensitive. Imagjinoj ti je i fundit. Duhet të kemi shumë kujdes sepse kjo platformë e cila merret me testime na jep neve të dhëna, nuk ishim pak, pra janë 400 e disa gati 500 individ. Po të cilët kanë vajtur dhe kanë bërë këtë test në mënyrë si të thuash me vullnet të lirë, pra këtu ne na shtrojnë shumë pyetja, kush ka qenë sample i kërkimor, si është bërë metodologjia e gjetjes dhe mbi të gjitha, vetë testi, sepse unë e bëra dhe testin, por nuk i shkova deri në fund se djali im i vogël po më kërkonte dhe nuk e mora vesh se sa inteligjente me sipas IQ-s së madjes atje. Dhe ajo që shikoja që natyra e pyetjeve ishin shumë monolite në sensin një drejtimshë, ndërkohë koncepti inteligjencës për dalë tek pyetja që ju thatë, është shumë më i gjerë, është shumë më kompleks, është më i shtrirë në realitetin social dhe lidhet me nivelin tonë emocional, me konstruktin ose le themi me shtratin antropologjik ku jemi rritur e kështu me radhë. Pra, kur ne flasim për inteligjencën, nuk është kaq e lehtë thjesht ta ndash se çfarë bën një individ inteligjent. Jo vetëm mund të jenë shumë element, por vetë inteligjenca është konstrukt kognitiv i cili lidhet me shumë elemente të qenies tonë. Ndaj, një definicion i prerë, si të thuash, me thik, nuk në këtë platformë, le të themi, duket sikur nuk paraqet realitetin. Dhe ajo që u po shikoja ishte një ushtrim perfekt për studentët e mi të medias dhe gazetarisë, sepse nëse ti u jep studentëve këtë artikull dhe u thua debunk, pra shkatërrojeni në thonjza këtë lajm dhe shtroni pyetje të dura, bëni fact checking për këtë lajm. Dhe pyetja më e rëndësishme që unë do doja që studentët e mi të bënin është çfarë, domethënë, a ka rëndësi që jemi ne në top 20? Sepse kjo pastaj jep ujë në gjuhën popullore disa narrativave pak më populiste, sepse lidhe me koncepte të... Jo, mund të krijojë kjo dhe një lloj superioriteti. Ti thot për shembull shqiptari Gjorgjanit, se unë jam më i zgjuar se ty. Shiko, ideja është ne jemi të zgjuar, ne jemi një popull që vërtet kemi treguar. Jo bazuar... Ose ndoshta ne jemi një popull
që dim të mbijetojmë mirë. Jo, okej, kjo do të na çonte në të tjera narrativa, dhe unë do të kisha, por unë si pedagoge prej 16 vitesh mund të vërtetoj dhe mund të dëshmoj që vërtet ka student të artikuluar, që studiojnë me prirje të jashtëzakonshme, por inteligjenca nuk është e izoluar. Mirë, që ta përfshirë Gedion edhe më pas e zgjerojmë bisedën bashkërisht. Gedion, ti vetë si e ke parë këtë studimin? Mua pa tjetër mu bë qefi, dhe është një lajm i bukur. Duar trokitër. Po është, më bëhet qefi, dhe më thëmë për Më ndihmoni pak regjia edhe me renditje nëse në ndalon diku renditjat. Kemi gjithë renditjen e plot që të bëjmë edhe nga një koment. Por nëse doni të flasim për inteligjencën ose këto testet e IQ-s po themi, si koncept, unë bie shumë dakord me ju, pra ato nuk janë përfaqësuese të realitetit po themi, sepse inteligjenca e lartë, edhe si kur të jetë vërtet ky rezultat, nuk është të tjetë një përparësit madhe në jetën e përditshme dhe në kushtet socioekonomike që ne kemi në këtë shekull ku jetojmë. Ndoshta disa shekuj më parë, po, sot jo. Por në kontekstin e kësaj, unë mendoj që të paktën për studentët që unë mund të flasë, pasi dhe punoj me ta. Ajo që unë mund të them për studentët paktën është që unë jam shumë krenar që studentët shqiptarë janë kështu siç janë, sepse janë shumë të mirë. Do më thënë, unë ditë bëj dhe diferencën se kam studiuar dhe jashtë vendit për i periudhë të shkurtër. Kur krahasoj, do më thënë, studentin shqiptar me studentin e një vendi tjetër të Amerikës në rastin tim, nuk kam parë një diferencë të madhe, do më thënë, tek fakti që ata janë Amerikanë dhe këta janë shqiptarë. Për mendimin tim dhe studentët shqiptarë janë shumë të mirë. Por, unë mendoj që kanë merit... Ne jemi shumë të mirë me cilësinë e studentit të huaj. Pra, këtë po them, si student janë të shkëlqyer, do më thënë, të marrësh një student shqiptar. Shikoni sa raste kemi në botë njerëzve të suksesshëm që kanë dalë nga bankat e shkollës dhe të Shqipërisë. Kemi Mira Muratin për shembull, që po sjell një revolucion, ka dalë nga bankat e shkollës nga qyteti Vlorës. Ke shumë artistë me famë botërore, Dua Lipa, Bebe Rexha, ke sportistë, Majlinda Kelmendi, cilët janë shkolluar, po themi, në Shqipëri dhe kanë shkuar jashtë dhe kanë korrur sukses. Po sa biznesmen keni ju për shembull në Itali, në Greqi, në Gjermani që janë biznese që janë krijuar nga shqiptarë. Pra në këtë kuptim them që ai rezultati aty ndoshta nuk është 100% real, po ne shqiptarët kemi një kështu brum më të shumë afër ne me Shtetet Bashkuara të Amerikës. USA të 18-tët, ne të 19-tët. Po. Po ka diçka që shumë e rëndësishme edhe në vim atë që ju thatë. Është për të lavdëruar dhe për të marrë, le të themi, për të duar trokitur fakti që ne dëshmojmë me atë sample që kemi, që duhet kuptojmë pra rreth 500, pra tregojmë, le të themi, rezultate të kënaqshme. Por ama ajo që neve duhet na vërë në, le të themi, në mendim dhe në reflektim në gjërë, është cili është në mënyrë sistemike, apo prodhojmë ne, pra çfarë ofrojmë neve këtyre studentëve. Jam shumë dakord me atë që thoni ju, që një student i Shqipërisë që shkon në njëjtat banka, me studentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ata, le të themi, futen në një garë, por ajo që bën dallim ndjeshëm është qasja sistemike që ne kemi ndaj edukimit, networket, mundësit, akseset e libraritë ndërkombëtare. Pra, të gjitha këto tregojnë që dia nuk është inteligjencë e lindur apo është inteligjencë e fituar rrugës? Sipas natyrës që kishte testi, nëse shikojmë, testi është shumë i ngushtë në atë që kërkon, pra është shumë konstrukt shumë i ngushtë, pra nuk nëse do ta ndajmë 80 me 20, po them. Po është pa tjetër që inteligjencë e lindur. Ne e para nuk e dim se kush janë ata që kanë bërë testin. Më kuptoni pra se është dhe mosha. S'ka strukturë. Sepse kjo do shumë rëndësishme. Po të shohësh numrin, mua më bëri përshtypje diçka. Ne kemi 456 persona, po të tjerët janë mbi 3000. Përveç se Slovenisë edhe Qipros, të gjithë të tjerët i ke 22.000 ke Shtetet Bashkuara, 7.000 ke Bielorusin, 7.000 persona United Kingdom, pra mbretërin e Britanin, ke Kanadan me 7.600, pra... është shumë e rëndësishme të kuptojmë diçka, ajo shifër aty, neve nuk na tregon dallimet gjinore, që janë të rëndësishme, nuk na tregon dallimet moshore, nuk na dallon janë marrë në zonat rurale apo urbane, pra të gjitha këto janë indikatorë të cilët na ndihmojnë ta dekodojmë këtë gjë. Sepse neve nuk mund ta do bënim një... Pse varet inteligjenca edhe të këto element? Po, patjetër, sepse ti është aksesi në informacion. Unë jam shumë... Pra, nuk është vetëm e lindur. Jo, absolutisht. Dhe e zhvilluar. Patjetër,
studime se ne bje të bëjmë një orë leksioni tani. Jo, nuk edhe gjuha, prandaj po them, nëse edhe gjuha, ka një momentum që thot deri nëse ne deri në 2 vjeç nuk shfaqemi, ekspozohemi ndaj gjuhës, ne nuk mësojmë të flasim. Që do të thotë dhe inteligjenca zhvillohet me le them me ngacmimet që ne marrim nga konteksti, historia, mjedisi ku jetojmë. Por ama kjo e dhënë aty ne, ajo shifër, na duhet ta ndajmë, ta fact check dhe pastaj ne të kuptojmë që okej, këta kanë qenë shqiptar të gjinisë mashkullore, jetojnë në këtë janë këtë kësaj moshe në një moment tjetër. Po. Nëse ne kemi një grup studentësh kaq të mirë, po, pra se ju jeni në përditshmëri me studentët, cila është e keqja brenda studentëve tanë? Pra cili është ai element i cili nuk është fort, po marr rastin, këshillimi i karrierës. A bëjnë studentët tanë gjithmonë profesionin që duan? Krahasuar me ata cilët janë jashtë. A bëjnë, pra, si mund t'ja nxjerrim ne atyre potencialin më të mirë? Pra, ku çedojmë ne që t'i nxjerrim potencialin më të mirë këtyre studentëve? Atëherë, Flori, këtu dalim një çështje që mua më ka shqetësuar gjithmonë në jetën time pedagogjike. Ne i kemi inteligjent dhe vërtet i kemi të tillë. I kemi të jashtëzakonshëm. Por duhet të kuptojmë që ne jemi të jashtëzakonshëm dhe të mrekullueshëm dhe të limituar ndonjëherë brenda atij konteksti që ne kemi. Ne studentë, të cilët shqiptarët flasin disa gjuhë. Gjuhë e kemi, po sepse është konteksti në të cilin Shqipëria është që e ka zhvilluar këtë gjë. Por ama studimet tregojnë që të flasësh më shumë se sa 2 gjuhë është zhvillim. Problemi, ajo që unë shoh tek studentët sot është që përkundrejt këshillimit të karrierës, të cilët jo gjithmonë e kërkojnë, ato marrë një këshillim indirekt që vjen nga tregu. Që do thotë çfarë është suksesi i tanishëm momental. Nëse ka një gjë që i karakterizon studentët e sotëm, është të cilëtash janë të mrekullueshëm, shumë të fokusuar tek qëllimet që kanë, është se gjithmonë zgjedhin ose priren të shkojnë deri atyre profesioneve të cilat u sigurojnë suksesin e shpejt, sidomos ekonomik. Në këtë moment neve kemi disa profesione tjera që lidhen kryesisht me teknologjinë, lidhen dhe me të gjithë fashën që përkufizon mjekësia, por ndërkohë dhe në fushën time, fusha e medias dhe komunikimit, ajo që unë shoh më shumë studentët kur mbarojnë specializime dhe dalin në punë, shumica atyre janë shumë pak pedagog, apo shumë pak vazhdojnë të bëjnë gazetarin, dhe kanë gjetur një treg që po lulëzon që është menaxhimi i rrjeteve sociale dhe pra le themi çfarë ndodh online. Call center i ri, po themi. Në një farm form ose marketingu aty, që do të thotë. Pra është kthyer si një call center i ri sepse ka mas. Pikërisht. Ka dhe kërkesë, sepse dhe buron të ardhura, por kjo tregon që ne ndër këta student, flas për ata që studiojnë media dhe komunikim, mund të kem gazetar genial apo studiues genial të komunikimit, por tregu u imponon atyre në thonjza që të vazhdojnë të rrugën e shkurtër, që u siguron lek shpejt, pavarësisht ata e dinë që pas 5 vitesh ky trend që është tani dhe ky hovë nuk do të ekzistojë më. Ndaj, unë ju falenderoj shumë që ju gjetët një temë e cila ngacmon, por që hap dhe buron tema absolutisht, por që ngacmon shumë elementet të tjera që ne duhet i studiojmë, sidomos për të rinjtë e sotëm, të cilët të dëgjuarit kështu, thonë, shikon një inteligjent, për sa ankohen ju prej nesh? Ndërkohë, kur ti e fillon edhe i bën fact check pra këtyre informacioneve që ka... Edhe pse mund t'jenë inteligjent e thash, nuk është të sjell ndonjë përparësi në terma real. Kurse për këtë pjesën tjetër, nuk është se shoh ndonjë problem të madh me faktin që dikush studion për një profesion që nxjerr më shpejt në treg ose që është i kërkuar nga tregu, se në fund ditës gjithë e bëjnë shkollën për të ardhurat më të larta, gjithë e bëjnë shkollën që kur të mbaroj shkolla, nuk e bëjnë njerëzit shkollën vetëm për të thënë që kam shkollë. E bëjnë që ky kualifikim që marrin, ti shërbej në rrogë, ti shërbej në eksperiencë, ti shërbej në... Që ta nxjerrë në tregun e punës shumë shpejt. Se gjithë tek asaj rrogën do shohim. Jam shumë dakord, do më lejosh vetëm Se jo të gjithë duhet të nxjerrim pedagog, Irena. Se edhe pedagog të nxjerrim kaq shumë pedagog për të thënë vërtetën. Jo. Ky është tregu, nuk kupton, është dhe globale situata. Pra, nuk mund të thuash sot që ky është një, për shembull, dyndja drejt IT-s nuk është një fenomen shqiptar. Është një fenomen global, se aty është kërkesa, domethënë, nuk e çaj bën. Mund të jap disa të dhëna, për shembull, nga një vizitë që kam bërë vitin e shkuar në Grady School of Communication në Georgia,
dhe pedagogët e shkencave të komunikimit ishin përballë këtij trendi që sapo ju thatë, ama pyetja e madhe që po ngrihesh a do t'i drejtohemi ne sërish humaniteteve, pra ata të parit shkollës si një vend ku ne formësohemi, pra nuk e shohim thjesht për të marrë një rrogë dhe për të nxjerrë sa para, sepse shkolla është shumë se sa. Shkolla shumë se aq. Dhe unë këtë gjë dua ta lësh si mesazh, sepse shkolla është shumë se sa thjesht dalja në tregun e punës dhe fitimit i disa parave. Gevio, një koment të fundit që në këndvështrimin tënd ka më shumë nevojë tek komuniteti studentor? Unë mendoj që studentët duhet, shiko, kur je student do kesh përparësi, o do bësh shkollën dhe do i dedikohesh dhe do marrësh notat mira dhe njëra tjetra, ose pasaj do sakrifikosh, do bësh dhe punë dhe shkollë dhe njëra do sakrifikohet, më kupton, po i sugjeroj studentëve që e kuptoj që ndoshta nuk munden të punojnë vazhdimisht kur janë student, po të paktën të angazhohen, do më thënë, u them, jini aktiv me shoqërinë civile, jini aktiv me trajnime, me evente, me internshipe. Pra që kemi një rini pak më aktive në shoqëri. Kjo është e rëndësishme. Këtë do doja. Ju falenderoj shumë që bëm këtë bisedë bashkë. Kënaqësi që folëm pak për inteligjencën në Shqipëri, po mos e merrni të mirëqen. Në pikpyetje. Do të shkojmë në pak sekonda publicitet, pas pak do rikthehemi përsëri bashkë. Qëndroni aty.